Unë si profesor I informatikës përdor rrjetet sociale, por në një mas të limituar. I përdor ato patjetër, siç I përdorim të gjithë, sepse sot gjithçka ndodhen në rrjetet sociale dhe të gjitha lajmet dhe të gjitha ndodhit, po që se nuk publikohen në rrjetet sociale, ato thuse nuk ekzistojnë apo thuse nuk kanë ekzistuar. Kështu që më së shumti I përdorim rrjetet sociale për komunikim me njerëz dhe patjetër për t'u informuar për lajmet, për ndodhit që ndodhen në qytetin tonë. Mirë po, si ndikojnë rrjetet sociale tek të rinj dhe sa duhen ata dhe si në çfarë mënyre ato I përdorin rrjetet sociale. Të kaluarit kohë në rrjetet sociale I bën fëmijët që të mos të kenë fokusin e duhur në mësime apo në shkollë etj etj. Duhet të dim edhe diçka që në rrjetet sociale çfarëdo që bën, çfarëdo aktivitetit që bën, çfarëdo fotografie që qet apo koment që bën apo like apo dislike dikujt, ato veprime apo ai aktivitet mbeten gjithmonë në rrjetet sociale. Pra, mos të mendojmë që tani unë e kam fshi dhe ajo nuk është më. Domethënë gjithçka çka bën mbetet dhe në rrjetet sociale dhe duhet të mendojmë patjetër për atë personin që është mbrapa kompjuterit se si ndihet ai kur ne I bëjmë veprimet në rrjetet sociale. Pra, unë sugjeroj që fëmijët në rrjetet sociale të kalojnë me pak kohë, më shumë kohë të kalojnë, domethënë në natyrë. Për këtë temë, ne si profesor dhe si qytetarë tjerë duhet të flasim më shumë, duhet të organizojmë më shumë punëtori, duhet në për shkollat të flasim më shumë, prezantime apo mbledhje të cilat kanë si për qëllim vetëdijsimin e të rinjve tanë në lidhje me rrjetet sociale që ato I përdorin për çdo ditë.